Kur e djela vjen, për alla qikojnë ne. Në divan në gjen, si zogj në fole. Në botën e fëmijëve, rrethuar plot magji, ku zërat kumbojnë, talent dhe dashuri. Të veçë të mëdhenj, të gjithë jemi fëmijë. Ora e për allave, na sjell veç nostalgji. Gjyshërit në prehër, na ulin dhe tregojnë për alla që dikur nga gjyshërit kujtojnë. Vjen e djela, vjen dimër dhe behar dhe buzëqeshje sjell si grurët në ëmbël. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët fëmijë të dashur dhe prindër që na ndiqni nga shtëpitë tuaja në vendin ku ëndrat marrin jetë, ku buzëqeshjet ndriçojnë më fort se dritat e festave. Mirë se erdhët në botën e fëmijëve. Jemi në ditët më magjike të vitit, ku aroma e krishtlindjeve vazhdon të mbush ajrin, kur dhuratat që fshihen poshtë pemës arritën në duart e fëmijëve dhe zemrat e tyre rrajnë fort nga gëzimi. Sonte do të flasim për magjinë e dhuratave të krishtlindjeve, për emocionin e hapjes së tyre dhe për momentin e veçantë ku i themi lam të mirë vitit të vjetër dhe mirëpresim vitin e ri me shpresë, dashuri dhe në dritat e fishekzjarreve. Në këtë ndërrim vitesh, dëshirat fluturojnë në qiellin pa çati, ëndrat bëhen më të mëdha dhe çdo fëmijë beson se gjithçka e bukur është e mundur. Dhe sot, në botën e fëmijëve, kjo magji do të marrë formë përmes fjalëve, buzëqeshjeve dhe gëzimeve tona, ku do të vinë në forma të ndryshme me këngë, interpretime, videorime, gjithçka që sjell magji mes jush. Festat janë koha më e bukur për ne fëmijët. Janë ditët kur presim dhuratat me padurim, kur shtëpia mbushet me të qeshura dhe kur çdo surprizë na bën të lumtur. Sot do të flasim për dhuratat tona të preferuara dhe për atë ndjenjen e veçantë kur i hapim dhe i zbulojmë ato me sy që na ndriçojnë nga gëzimi. Ndërrimi i viteve është gjithmonë magjik. Është momenti ku shprehim dëshira të reja, përqafojmë njerëzit që duam dhe shpresojmë që viti i ri të na sjellë sa më shumë lumturi. Sot do të ndaj me ju gëzimin e festave, buzëqeshjet tona dhe magjinë që vetëm kjo periudhë e vitit mund ta sjellë mes dritave dhe shkëlqimit të zemrave, që çuditërisht bëhemi më bashkësor. Kjo është magjia e festave. Qëndroni me ne, ashtu siç bëni në çdo emision, sepse në botën e fëmijëve festat janë më të ndritshme, dhuratat kanë më shumë kuptim dhe çdo vit i ri fillon me dashuri, shpresë dhe gëzim. Le ta nisim së bashku këtë emision festiv me një video të përgatitur nga Luli Kuburi, e cila sjell urimin e saj. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Si gjithmonë, Luli është e pranishme me videot, interpretime dhe vjen shumë këndshëm bashkë me vajzat e veta. Ne sonte në panel kemi Suzanën, kemi Margaritën, por kemi dhe Paulën, e cila është shtuar emisionit ton me krijimtaritë e saj dhe bashkë me vajzat e saja. Margarita. Po, mi mbrëma Alma, mi mbrëma të gjithve që po na ndjekin.
Më pëlqeu shumë hyrja që bët të trija me Leandrën dhe me Sindin, gjithashtu dhe video e Lulit ishte shumë e këndshme. Dhe tani është rradha juaj. Faleminderit. Atëherë unë do t'ju sjell një tregim të shkurtër se si kam pritur Krishtlindjet dhe dhuratat Mari dhe Nele. Krishtlindjet magjike të Maris dhe Neles. Ua, sa drita ka pemë, bërtiti Mari duke vrapuar drejt dhomës. Qet, Mari, po të digjen syt, qeshi Nele duke përqafuar motrën. Nëna po rregullon të yllin në majtë të pemës, ndërsa babai ndezi zinxhirin e dritave. Aroma e biskotave me xhenxhefil mbushi dhomën dhe të dyja vajzat nuk mund të prisnin më. Krishtlindja ishte gati të fillonte. Shiko këpucët pranë dritares, tha Nele. Babagjyshi mund të vijë çdo çast. Mari hodhi syt nga bora jashtë dhe buzëqeshi. Do të vijë me qesën e madhe për ne. Pa pritmas, një figurë e kuqe me një qese të madhe u duk në obar. Mami, babi, shikoni, babagjyshi po vjen, bërtiti Mari. Nëna buzëqeshi dhe tha, mos bërtisni se mund të trembet dhe na ikën babagjyshi. Ndërkohë që babagjyshi po afrohej te dera, babai fshehurazi kishte vendosur dhuratat poshtë pemës. Shikoni, dhuratat janë këtu. Babagjyshi ka lënë dhe ka ikur. Pas ka lënë edhe një surprizë të vogël. Por do ta shihni më vonë, tha ai me një buzëqeshje misterioze. Mari dhe Nele zbritën shkallët dhe vrapuan në sallonin e madh për të parë babagjyshin. Por ai kishte ikur tashmë, duke lënë vetëm dhuratat poshtë pemës. Mami, babi, kush babagjyshi? Doja ta takoja dhe ta falenderoja për dhuratat, tha Nele. Babai u vuri dorën mbi kokë të dyjave dhe u tha, babagjyshi ka shumë dhurata për të shpërndarë dhe nuk ka kohë të ndalet gjatë. Mëngjesi Krishtlindjes erdhi me diellin që shkëlqente mbi borë. Mari nxitoi te dhuratat e saj dhe nxori kukullën që kishte ndaruar. Nele gjeti librin e saj të preferuar të mbështjell me letër ngjyrë floriri. Pastaj Nele mori edhe një dhuratë tjetër. Shiko Mari, kjo është për ne të dyja, bërtiti ajo. Vajzat filluan ta fshehin dhuratën nga njëra tjetra, duke bërë sikur luanin spionën e Krishtlindjes. Kur e hapën së bashku, zbuluan një set për të bërë bizhuteri dhe një libër me përralla. Ky është mëngjesi më i mrekullueshëm, tha Mari, duke përqafuar motrën. Babai dhe nëna u ulën pranë tyre, duke pirë nga një kakao të ngrohtë. Mari dhe Nele i përqafuan fort dhe kuptuan se Krishtlindjet nuk janë vetëm për dhurata, por për dashurinë, buzëqeshjet dhe momentet e veçanta që ndahen me familjen. Dita përfundoi me dritat që dridheshin mbi pemë, borën që shkëlqente jashtë dhe premtimin se çdo vit do ta ruanin këtë magji dhe humor të vogël, duke qeshur edhe për yllin që dikur ra mbi kokë. Kjo ishte një tregim i shkurtër, Alma, që kisha përgatitur për dy vajzat e vogla se si i presin dhuratat e Krishtlindjeve. Si gjithmonë, tregimet dhe materialet tua e dashur Margarita vijnë plot mesazhe edukative për fëmijët tanë. Por sot ndoshta do dalim edhe pak nga korniza e këtyre mesazheve, sepse Krishtlindje, dhurata ndoshta edhe i përkëdhelin pak më tepër fëmijët tanë. Dhe këto përkëdhelira ne do t'i ndjejmë në tregimet e ardhshme sigurisht, që do të vijojnë. Shumë e vërtet. Nuk e di nëse mund të lexoj dhe një poezi ose djersh. Patjetër. Me sytë që shkëlqejnë si yje në përnat, fëmijët presin me gëzim çdo dhuratë. Me zemra që rrajnë plot gase e hare, Krishtlindja vjen magjishëm tek të gjithë ne. Letra që qahen, fjongo që bien, pa durimi rritet gëzimet lart ngrihen. Duart e vogla që dridhen let, hapin çdo kuti sikur të ketë jetë.
Një lodër, një libër, një botë magjike, të qeshura mbushin plot dhomat festive. Çdo buzëqeshje e pastër është kaq e lirë, e bën këtë natë më të bukur, më të mirë. Mes dritash që ndizen e borës që shkëlqen, gëzimi i fëmijëve zemrat na rrëmben, sepse dhurata më e madhe është shtëpia, është vetë familja, është dashuria. Është e vërtet. Është e vërtetë, dashur Margarita, të falenderojmë dhe unë do të ftoj Suzanën, na sillte tregimin e saj. Mirëmbrëma Suzana. Mirëmbrëma. Atmosferë festive. Si jeni, si po kaloni? Shumë këndshëm. Sigurisht çdo familje pret të ndërrimin e viteve pasi kanë grisur letrat e dhuratave. Ma merr mendja që edhe shtëpitë tuaja janë plot me të afërmit tuaj, ashtu siç është edhe shtëpia ime. Po, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Kur këto ditë mua më luan dhe më bret në për shtëpinë i pimi vogël, që me zor arrita t'i vidhja një video me zor duke ja përsëritur fjalët. A do na e shfaqësh tani videon apo do e lësh për më vonë? Okej, dakord. Ja. Më jepni pak kohë dhe shfaqim. Sigurisht që atit i vinte turp se nuk është mësuar dhe kur gjërat bëhen jashtë dëshirave ndonjëherë të fëmijëve, vjen në siklet, patjetër që vjen në siklet, e ta ndjekim atëherë. Halla Maja. Mua baba gjyshe me soli dorata të librat Halla Halma. Ti shikoj pak Halla? Kthej pak te ti shikoj Halla libra. Gjiroj. Tregojnë çik Hallës. Po tjetrin? Bravo. Edhe tjetrin. Samueli, sa vjeç je ti Samueli? 6 vjeç. Vjeç, bravo. Edhe ku ke ardhur ti? Në Në Angli, tek Halla Alma, tek Sara dhe tek Stella. Po kënaqesh ti, të pëlqeu Anglia? Okej. Do vish prap ti tek Halla Alma? Nuk e di. Pse? Kam thënë nuk e di. Po këto librat e Halla Almës do t'i thuash mamit edhe babit i lexoj para se të frysh gjuhën? Okej. Thuaj një çik, mirupafshim Kalap Maja, gëzuar vitin e ri. Mirupafshim Kalap Maja. Mirupafshim Kalap Maja. Gëzuar Gëzura vitin e ri. Vitin e ri, bravo. Vitin e ri. Thuaj që përshëndes emisionin në botën e fëmijëve. Përshëndet emisionin në botën e fëmijëve. Me finalinë. Uthi pak fëmijë tani. Gëzuar, të kam shumë gjanë, të kam zemër. Gëzura, të duar shumë. Shpirti Hallës. A ishtë mësuar të flasë më shumë italisht me zor e bëri. Nëse e realizove. Kjo ka rëndësi. Patjetër. Okej, atëherë fjala për ty e dashur Suzana. Le të ndjekim. Atëherë unë kam shkruar një prallë. Shpresoj që të pëlqej. Pralla e ka titullin Ujku dhe Dhelpra, të maskuar si babagjyshi dhe mamgjyshja. Pylli shkëlqente nga drita shumë gjyshe, zbukuruar në prag të festave të fundvitit. Të gjithë në pyll, sidomos voglushët, po prisnin me padurim të vinte babagjyshi dhe mamgjyshja për të sjellë dhuratat siç vinin zakonisht.
në një nga ditët afër Krishtlindjeve, por ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit po vonoheshin. Por një natë, para Krishtlindjeve, Ujku Grabeqar dhe Delpra Dinake ishin maskuar si babagjyshi dhe si mëmgjyshe me kostumet e tyre dhe me 2 thasë që i kishin rëmbyer si kostumet edhe thasët me dhurata i kishin rëmbyer nga shtëpia e babagjysh Ariut dhe mëmgjyshe Arushës. Por si Grabeqar që ishin ata dhe Dinak nuk menduan shumë dhe një natë të errët ata filluan të trokisnin në shtëpit e pulave, gjelave, qëngjave dhe shumë të tjerëve. Ujku: Ho, 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 jam babagjyshi dhe me vete kam edhe mëmgjyshe. Delpra: Kam ardhur dhe unë të ndihmoj babagjyshin. Hapeni derën, kemi sjell dhurata për ju. Por askush nuk e hapi derën, pasi zërat e tyre dalloheshin që nuk ishin zërat e vërtet të babagjyshit dhe të mëmgjyshes. Në pyll u hap lajmi si rufe që babagjyshi dhe mëmgjyshja të maskuar jo të vërtet, po shkonin shtëpi më shtëpi. Lajmi shkoi tek shtëpia e babagjysh Ariut dhe mëmgjyshe Arushës. Ata me vrap u nisën për të kapur të maskuarët. Nuk vonoi shumë dhe të gjithë në pyll i pasuan. Edhe pse ishte natë, të gjithë ishin zgjuar dhe vigjilent. Ujku Grabeqar dhe Delpra Dinake po vraptonin të tmeruar, por shpejtësia e drerëve dhe shumë të tjerëve ja u bllokuan shtigjet, duke krijuar një rreth të madh dhe ata nuk kishin rrugë tjetër veç të dorëzoheshin. Shumë zëra të zemëruar: Çvishni kostumet, pa i dëmtuar ato. Arriti babagjysh Ariu dhe mëmgjyshe Arusha. Ata veshën kostumet dhe ndërkohë të tjerët lidhen Ujkun dhe Delprën nëpër trungjet e pemëve. Babagjysh Ariu dhe mëmgjyshe Arusha ishin tepër të gëzuar që të maskuarët u zbuluan. Ata i falenderuan të gjithë për vigjilencën e tyre, duke ju thënë që dhurata më e madhe për të gjithë ne është që ne jemi të bashkuar dhe ndihmojmë njëri tjetrin nga Grabeqarët dhe Dinakët. Filluan të shpërndajnë dhuratat, më parë për voglushët dhe pastaj për të rriturit. Po ashtu dhe shumë të tjerë prunë dhurata të shumta, duke i dhuruar njëri tjetrit dhurata. Në pyll, kënga dhe vallja vazhdoi deri në mëngjes ditën e Krishtlindjeve. Po ashtu dhe në ditët në bashkim, deri në përsjelljen e vitit të vjetër dhe pritjen e vitit të ri. Ja, pra të dashur fëmijë, kjo ishte për radha. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Sigurisht që na pëlqeu, Suzana, dhe të falenderojmë për këtë prurje kaq edukative. Nuk shikoj Leandrën dhe Sindin, ja ku janë dhe Leandra dhe Sindi. Sindi, unë do të ftoja të lexoje tregimin që ka përgatitur shkrimtari Pilo Zypa për emisionin ton, pikërisht për sonte. Po, dhe pralla titullohet Ëndra që erdhi nga Amerika. Në shtëpinë e vogël mbretëronte aroma e biskotave, çokoladave dhe dritat e pemës së vitit të ri ndriçonin çdo cep.
Topat shumë ngjyrash vareshin si yje të vegjël, ndërsa një ëngjëll i artë qëndronte në majë të pemës. Vajza e vogël, Ana, rinte ulur në dysheme dhe shikonte pemën me sy të mëdhenj plot kureshtje. Ajo mendonte vetëm për një gjë, babagjyshin e vitit të ri. Po si kur ta shoh sonte, përshpëriti ajo me vete, dhe zemra e rrite fort si një zogu të vogël në kraharor. Kur të ktheheshin në shkollë, ajo do të tregonte shokëve dhe shoqeve të klasës si e kishte pritur dhe si e kishte parë babagjyshin e vitit të ri, me thesin e madh të mbushur me dhurata. Ana shkoi ke nëna dhe e kapi për fustani. Mami, të lutem, a mund të fles sonte këtu pranë pemës? Dua ta shoh babagjyshin kur të vi të lër dhuratat. Nuk dua të me iki pa e parë. Nëna ul pranë saj, i rregulloi flokët dhe buzëqeshi me dashuri. Vajza e saj ishte gjithmonë kureshtare dhe për çdo gjë, kjo i pëlqente nënës së saj. Në kureshtin e saj, nëna kuptonte dëshirën e vajzës të mësonte dhe të bëhej më zgjuar dhe e ditur. Mami, do të shkroj dhe do të bëj këtu pranë pemës një krevat të bukur, të presësh edhe të shikosh kur vjen babagjyshi. Zemra e vogël e mamit. Lumturia ime ti. Ana u shtri pranë pemës, e mbështjell në batenien e saj të preferuar. Dritat vezullonin ngadalë dhe ajo i numëronte një nga një. Dritat hapeshin dhe mbylleshin. Ana hapte dhe mbyllte sytë e vegjël, por pa i thirrur gjumit, shikonte nga uxhaku, nga dritarja. Vishte çdo lëvizje dhe çdo zhurmë. Donte ta kapte babagjyshin pa pritur, me thesin e madh dhe me kapuçin e kuq me qafkën e bardhë sipër. Ajo donte të dinte si ishte babagjyshi i vitit të ri. Gjante me gjyshin e Gonit që kishin komshi, me gjyshin e Sidoreles të pallatit përballë. Duke qëndruar gjatë kështu dhe duke parë gjithandej, ju mbyllën syt, si dy krah zogu të bukura kur kthehet nga fluturimi. Në gjumë, Ana u gjend në një vend të ngrohtë dhe të ndritshëm. Aty, mes dritës, pa një fytyrë që e njihte shumë mirë. Gjyshi, thirrja ajo e gëzuar. Gjyshi i saj që jetonte larg në Amerikë, u përkujt dhe hapi krahët. Ana vrapoi drejt tij dhe u përqafuan fort. Ajo ndjeu erën e palltos të tij dhe zërin e butë që e kishte munguar aq shumë. Mjekra e bardhë e gjyshit të saj ngjante me mjekrën e babagjyshit të vitit të ri. Syti kishte të bukur dhe zërin e ëmbël. Ajo e donte atë zë, atë përkëdhelje. I mungonte sa herë shikonte shoqet e saj me gjyshrat e tyre përdore. Rriste në kujtesën e gjyshit të saj. Kam ardhur të shoh, Ana, i thaj, më ke munguar shumë. Ata ecën bashk, qeshën dhe folën, sikur të mos ekzistonte as largësia dhe as koha. Ana i tregoi për lodrat e saj, për shkollën, për pemën e vitit të ri, ndërsa gjyshi e dëgjonte me sytë plot dashuri. Ana po flisne në përgjumë, nëna saj u tremb dhe i van kipran. Vajza lëvizte me këmbë dhe me duar. Fliste emra, data, ditë. Nëna u afrua pranë pemës për ta zgjuar. Ana, zgjohu, ëngjëlli im, është mëngjes. Por Ana u kthye pak nga ana tjetër dhe murmuriti në përgjumë. Mos më zgjo, mami, jam në ëndër me gjyshin tim. Zëri saj ishte aq i butë sa nëna ndiu një ngrohtësi në zemër. Ajo zgjoi me përkëdheli. Ana hapi sytë ngadalë dhe pa pritur u ul në këmbë. Para saj, pranë pemës së vitit të ri, qëndronte gjyshi i saj i vërtet me valixhe plot dhurata dhe me buzëqeshin që ajo sapo kishte parë në ëndër. Gjyshi! Vërtiti ajo e habitur dhe e lumtur njëkohësisht. Ajo u hodh drejt gjyshit dhe u shtrëngua fort në krahët e tij.
duke qeshur dhe duke qarë nga gëzimi. Ëndra ime u bë e vërtet, tha Ana. Gjyshi e përqafoi dhe i përshpëriti. Kam ardhur vetëm për ty, zemra e gjyshit, nga Amerika. Nuk mund të mungoja as në ëndrat e tua, as në ditën e këmbimit të viteve. Dritat të pemës shkëlqenin më fort se kur, dhe Ana dinte se ky do të ishte viti i ri dhe magjik i jetës së saj. Faleminderit. Dhe kjo ishte për ralla. Ne falenderojmë shumë shkrimtarin Pilo Zyba, që bëhet shpeshherë pjesëmarrës në emisionin në botën e fëmijëve, sepse siç e dini ai shkruan Shumë përrallë e bukur. për fëmijë dhe Cindy, për të shumë rritur. faleminderit. Dhe patjetër që falenderojmë edhe Cindyn që e interpretoi kaq bukur dhe lexoi kaq bukur. Se kush na mungon këtu? Se kush na mungon? Leandra. Mirë se u riktheve. Mirë se ju rigjeta. Është rralla jote? Po. Tani unë do të lexoj një pjesë nga libri Era Trazovace. Vendimi i mbesës. Gjyshja ime i ngjan baba gjyshit. Baba gjyshit të vitit të ri. Vetëm se nuk ka mustaqe, as mjekër siç ka ai. Lokët i ka të bardhë, dhe kockën e ka të fortë, dhe zemrën e ka të butë, e fjalën e ka të ngrohtë. Qefin e ka të dhuratat, këtë e ka mbi të tëra. Pakot tamam si babagjyshi, i mbush plot me gjëra. Prandaj edhe unë vendosa mbaroj kjo punë. Gjyshin ta bëj si babagjysh, me mjekër, muskaqe e baston. Ta kem për vete, babagjyshin tim në shtëpi, dhe s'ka babagjysh më të dashur, se gjyshja ime Flori. E shkruar nga Elmas Qireti. Pralla e vitit të ri dhe ylli të mirësisë. Në një fshat të vogël, të mbuluar nga bora e bardhë si sheqer pluhur, jetonin disa fëmijë shumë të dashur. Era, Noa, Dea dhe Ardi. Shtëpit kishin dritare që ndriçonin fort dhe pemët e vitit të ri shkëlqenin me drita shumë gjyrshe. Ajri ishte i ftohtë, por zemrat e fëmijëve ishin plot ngrohtësi e gëzim. Era ishte një vajzë e zgjuar dhe ëmbël, që gjithmonë mendonte për të tjerët. Noa ishte trim dhe kureshtar, gjithmonë gati për aventura të reja. Dea ishte i qeshur dhe plot ide të bukura, ndërsa Ardi ishte i sjellshëm dhe i mençur. Ata ishin shokë të pandar dhe prisnin vitin e ri me shumë padurim. Në mbrëmje, teksa po shikonin qiellin e mbushur me yje, Era vuri re një yll që ndriçonte fort, më fort se të gjithë të tjerët. Ylli dukej sikur buzëqeshte fëmijëve. Papritur, një zë i butë dëgjua. Ky është ylli i mirësisë. Ai shfaqet vetëm për ata që e kanë zemrën e mirë. Fëmijët u habitën, po edhe u gëzuan shumë. Ylli u tha se vitin e ri do ta bënte më të bukur, vetëm nëse ata do të shpërndanin mirësi, dashuri e buzëqeshje. Pa humbur kohë, fëmijët vendosën të ndihmonin çdo që kishin pranë. Ata ndihmuan një gjyshe të pastronte oborrin nga bora, ndan lodra me fëmijët që nuk ishin shumë dhe i bën prindrit e tyre të qeshnin dhe të kishin përqafime të ngrohta. Çdo vepër e mirë e bënte yllin e mirësisë të ndriçonte më fort në qiell. Kur ora shënoi mesnatën dhe viti i ri erdhi, qielli u mbush me fishek zjarre shumë gjyrshe. Ylli i mirësisë shkëlqeu për herë të fundit dhe u zhdu ngadalë, por la pas një ndjenjë të bukur në zemrat e fëmijëve. Era, Noa, Dea dhe Arditi e kuptuan se mrekullia e vërtet e vitit të ri nuk ishin dhuratat, por dashuria, shoqëria dhe mirësia që ndanin me njëri tjetrin. Dhe që nga ajo ditë ata u përpoqën çdo vit ta fillonin me zemër të mirë, buzëqeshje dhe të sinqerta. Kjo ishte. Tani, teta Alma, mos do të ishte mirë të paraqisnin disa video nga kopshi Baby Boom? Patjetër. Se dhe prindërit po na ndjekin.
na soli Lorata, na soli Katolina, na soli Cioccolata, vidi Giancamali, vidi Giancarcota, na vui papara, fici Lotta! Dhe kjo video nuk ishte vetme, sepse ka edhe video të tjera pa diskutim që do t'i shfaqim tani. Gjyshi nderuar, sot të kemi ftuar, së bashku të gëzojmë, vitin e ri ta festojmë. Sa jemi të gëzuar, si vim vitin e ri, duam të festojmë e ne si fëmijë. Ja gëztu të gjithë si që jemi, valle hedhim si gjithmonë, në kopshin tonë të bukur, vitin e ri jeftojmë. Viti i ri sa ron, dhurata na sjellë, të gëzuar presim për herë. Si kudo në Shqipëri, të urojmë se ajerët, se vjetio viti ri, gëzuar, 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 vjen në zemrat tona, ti vjen dhe sjell gëzim. Të falenderoj Leandra që ne i ke sjell këto video. Edhe Suzana na ka sjell video të tjera, kemi edhe nga Paula që rri e heshtur atje dhe që unë do t'i jap fjalën tani sepse mendoj që të dhash kohën e mjaftueshme Paula. Mirëmbrëma, përshëndetje. Është Mirë se erdhe dhe të falenderoj që je mes nesh. deri juve. Është kjo kohë e vitit Mirë se erdhe, Paula. është kjo kohë e vitit ku të gjithë ndihemi nga pak fëmijë. Madje më të dhuratat tona, po shpejt. Unë zakonisht kur bëj listën e dhuratave, gjithmonë në krye të listës së dhuratave fëmia shndroi libra. Ju lutem them, do ju jap listën me libra dhe më blini kë libra të doni. Unë thosha sot kam përgatitur një shkrim të cilin e testova tek vajza ime që parë kur e lexova. Edhe më tha mami është shumë e bukur. I thash është e bukur se jam mami jote apo se është e bukur me vërtet? Është e bukur me vërteta sepse ti e lexove kështu si për beba, tha edhe mua më pëlqeu shumë. Dhe unë jam dakord me vajzën tënde sepse shkrimet e tua janë vërtet të bukura dhe të këndshme. Faleminderit. Do mundohem që ta lexoj kështu si për beba, siç më thot Perla. Pikërisht ashtu duam dhe ne. Titullohet Surpriza pas perdeve. Pas ditëve të gjata në shkolla, lodhje dhe përgatitje për festa, shtëpia ishte kthyer në një mal me letra vizatime dhe dëshira të shkruara me ngjyra. Fëmijët më në fund i kishin lënë zarfet mbi tavolinë, secili kishte shkruar me dorën e vet, me gabime të vogla, por me dëshira të mëdha. Nuk kërkuan vetëm lodra. Njëri kishte shkruar: "Dua që gjyshja ime mos të sëmuret më shpesh." Dikush tjetër: "Dua të kalojmë sa më shumë kohë bashkë." Dhe një tjetër: "Nuk dua që të fle vetëm në dhomë." Letrat u futën në një kuti të kuqe, e cila u vendos pranë dritares, sikur të ishte një zogë që priste të fluturonte. Dhe mëngjesin tjetër ishin zhdukur. Askush nuk i pa më. Baba gjyshi kishte marrë, dhe kjo ishte një shenjë që dhuratat po afroheshin. Natën e ndërimit të viteve, dhoma ishte mbushur me drita dhe me aromën e ëmbëlsirave. Fëmijët prisnin me padurim, por prindrit bënin sikur nuk dinin gjë. "Mos u mërzisni," tha babai. "Baba gjyshi ndoshta nuk ka arritur dot këtë vit. Bora e ka penguar." "Jo, unë jam e sigurt që ai do vi, ndryshe nuk do i merrte zarfet me dhurata," u përgjigj Bela mes nga shërimash. "Unë do shëndroj zgjuar gjithë natën dhe do e pres. Ai do vi," vijoi Taulanti. Prindrit pan njëri tjetrin në sy, duke mbajtur të qeshurën, dhe gjyshja, me bastonin e saj të fortë, u ngrit për të shkuar në dhomën e saj. Pas disa minutash, kur ra ora 12, papritur, u dëgjua një trokitje lehtë në xhamin e dritares. Fëmijët u shtangën për një moment dhe vrapuan, por nuk pan askënd pas perdes që lëvizte.
Vizimi i mërzitjes së tyre ja la vendin gëzimit kur hapën dritaren dhe panë që pasaj ishin fshehur dhuratat. Një kutje madhe me lodra, një shall për gjyshen, e cila buzëqeshin ngrohtë kur u fut në dhomë, një këmish për babin edhe një krem për duart e mamit. E qeshura e tyre mbushi dhomën dhe me një gjest fitoreje, Taulanti u drejtua prindërve. E shihni, babagjyshi nuk harron kurrë. Syt i shkëlqenin dhe ashtu i emocionuar bashkë me motrën e vogël po ndanin dhuratat, të cilat nuk ishin vetëm për të luajtur, por kujdes për gjithë familje, ashtu siç ishin shkruar në letra. Por në fund të kutisë, me lodra, Taulanti gjeti një letër, e hapi dhe filloi të lexonte me kujdes. I dashur Taulant, e lexova me shumë kujdes dhe mirësi letrën tënde dhe shpresoj që ti kem plotësuar të gjitha dëshirat, përveç njërës. Ti dëshiroje mos të flije vetëm në dhomë, por të them një sekret. Edhe unë dëshiroj të flija gjithmonë me mëmgjyshen, por jetoj në polin e veriut dhe si do mundesha unë të gjeja kohën të përgatisja dhuratat për ju. Ndaj, edhe ti ke nevojë për pak kohë babagjyshi, sepse dhoma jote është një stacion hapësinor dhe nëse fle gjithmonë me prindrit, si do më tregosh vitin tjetër se je bërë më i madh dhe më i fuqishëm. Dhuratat e mëdha shkojnë tek ata që guxojnë të flenë vetëm, edhe kur dritat fiken. Me shumë dashuri, babagjyshi. Të gjithë e kishin dëgjuar me vëmendje Taulantin, i cili duke nguruar pak, tha me zë të lartë. Astronautët nuk flen vetëm me prindrit, apo jo, mami, babi. Ata kanë kabinën plot me yje dhe unë jam komandanti tyre. Pik. Solla kaq bukur, Paula. Vërtet si për bebe. Të falenderojmë, por Paula nuk ka sjell vetëm veten e saj. Ajo i shoqëron gjithmonë pjesëmarrjet edhe me videot e vajzave. Paket. Le ta ndjekim. Atëherë, në këtë video është Aleksandra është vajza e madhe. Viti i ri është si një derë që hapet për të gjithë ne, në të njëjtën kohë. Askush nuk e di saktësisht çfarë ka pas saj, por të gjithë kemi shansin të hymë me shpresë, me guxim dhe me dëshirë për të bërë gjëra të bukura. Është për të gjithë ata që presin një mundësi, për ata që duan më shumë paqe, për ata që thjesht duan të ndjehen më të dashur. Uroj që ky vit të na mësojë të jemi më të butë me njëri tjetrin, të mos harrojmë se një fjalë e mirë mund të ndryshojë një ditë të tërë, dhe si një buzëqeshje është dhurata më e madhe. Gëzuar vitin e ri, le të jetë i mbushur me dashuri e kujtime të bukura. Paula, sa të gatshme ndjen janë vajzat e tua kur ti ju jep një tregim për ta lexuar dhe merr telefonin për t'i regjistruar? Në varësi të situatave, nëse janë të zëna, janë një gjë të bërë, has pak rezistencë. Por në shumicën e rasteve po. Madje videon Aleksandra edhe videot më herët që të kam dërguar, i kam dërguar vetë. Vendos telefonin këtu edhe vetëm nuk dua. Ndërsa më e përfshirë, vogël edhe mami të dalë duke më bukur këtu, të them këtë, të them atë. Por në përgjithësi nuk has pengesa, jam bashkëpunuese. Kjo ma merr mendje që ti je vetëm kënaqësi apo jo? Interneti jot po bën kapriçë sot sepse unë të ndiej me shkëputje. Po e ul zërin, unë më mirë mos të bëjmë zhurmë. Jo, vjen me shkëputje kur flet. Të dëgjoj të shkëputur. Unë kam përgatitur edhe këtë javë, meqense është muaj i festave dhe për mua është muaj më i bukur i vitit, edhe pse është më i ftohti dhe pse ne strukemi dhe ndjehemi pak të ngrirë, po për mua është më i larmishmi, më sjell një energji pozitive,
ndoshta edhe sepse është muaji që unë kam lindur, por ma merr mendja që kjo nuk është vetëm për mua, është edhe për ju, edhe për fëmijët, edhe për të rriturit. Kështu që ne do ta egzagjerojmë ky është edhe emisioni i fundit, kështu që ne këtë muaj e kemi egzagjeruar sepse ja kemi kushtuar të gjithë muajin festave, babagjyshi, dhuratave, ndrimit të viteve dhe unë kam përgatitur edhe kësaj radhe një këngë pikërisht për festat. Le ta dëgjojmë, Alma. Po, patjetër. Në një pemë dhurata plot, kush i ka sjellë gjeni dot, babagjyshi me slitën e tij, sot dhurata për çdo fëmijë. Unë gëzoj që jam e rritur, gjithë vitin e kam pritur, një dhuratë sa një shtëpi, poshtë femës mund të rri. Ju fëmijë se gjeni dot, dashuria për fëmijët në botë, babagjyshi me slitën e tij, nga qielli po mbjell magji. Ju fëmijë se gjeni dot, dashuria për fëmijët në botë, babagjyshi me slitën e tij, nga qielli po mbjell magji. Plot magji, Alma. Kjo këngë. Pëlqeu atëherë, shpresojmë që ta kenë pëlqyer dhe fëmijët e vegjël. Jam e Edhe sigurt. pse kjo ishte edhe për fëmijët e rritur, dhe njëra prej tyre jam edhe unë që gëzoj si fëmijë. Të gjithë bëhemi çik fëmijë kur janë festat, të gjithë bëhemi fëmijë. Nuk e di nëse ju kujtohet, por unë 2 javët e shkuara kam sjell historinë e Esmeraldës, të dhuratave, të dekorimit të shtëpive dhe sot ka ardhur rradha dhurata e papritur e Esmeraldës. Mbrëmja kishte rënë. Ju vjen keq të dalë në sepse unë nxjerr gjithmonë ju, për veten time rri gjithmonë e fshehur. Mbrëmja, okej. Atëherë më duhet t'ju mbyll edhe mikrofonat, të bëhem e keqe. Dhe vazhdoj. Dhurata e papritur e Esmeraldës. Mbrëmja kishte rënë, por gjumi në sytë e Esmeraldës nuk po mbërrinte, edhe pse ajo i kishte një orë shtrirë në krevat. Esmeralda donte të dëgjonte këmbanat e babagjyshit kur të ulej me slitën dhe drerët e tij. A do mi sjell dhuratat që kam kërkuar babagjyshi? Mendonte ajo në vetminë e saj. Po unë për vete nuk i kam kërkuar asgjë. Ndoshta motra do t'i ke kërkuar ndonjë dhuratë për mua, për gjyshin, mamin ose babin. Unë do t'ja kërkoja babagjyshit. Unë për ta ja kërkova babagjyshit. Po sikur mos t'i ketë sjell. Pse kanë bërë gabime dhe ata? Mendonte pa ndalim Esmeralda. Mendo, më në fund e kapi gjumi. Të nesërmen në mëngjes, të 4 pjesëmarrësit e familjes sapo dëgjuan Esmeraldën që u zgjua. U fshe në përdhoma. Esmeralda, pa larë syt, vrapoi drejt pemës së Krishtlindjes. Motra e saj i kishte vendosur dhuratat njëra pas tjetrës, aq bukur sa dukej sikur babagjyshi i kishte lërshuar që nga slita drejt balkonit. Esmeralda nisi t'i lexonte pakot. Të gjitha sipër kishin emrin e saj.
Ajo ktheu kokën, por në sallon ishte vetëm. Wow! Po pse baba gjyshi ka sjell dhurata vetëm për mua? Kush e di çfarë gabimesh do kenë për këta? Mendoi ajo. Dhe më të rreqin veshët mua pa le. Esmeralda detyrat, Esmeralda pjatat, Esmeralda këpucët. Po pra, po. Tani që baba gjyshi nuk ju ka sjell asgjë, kush është më i miri, ha? Ajo bërtiste brenda vetes me ndjenjën e fitores. I pari futet gjyshi dhe ajo pa durim e pyeti: "Gjyshi, pa më trego çfarë gabimi ke bër?" Ai ngriti supet. "Pse?" pyeti çuditur. "Si pse? Baba gjyshi s'të ka sjell dhurata, ha?" "Po sepse gërhas shumë natën, moj bi, dhe sepse i kam ngritur zërin sa herë e shoh që më vështron sy zgurdulluar në banjë baba gjyshit." E kënaqur që e kishte sfiduar gjyshin, shkoi te babai. "O babi, po baba gjyshi, pse nuk të ka sjell dhurat?" "Po unë nuk i kam kërkuar asgjë," u përgjigj ai, i zënë me punët e tij. Më pas hyn nëna. "Mami, po ty, ç'të ka sjell baba gjyshi?" "Ohu," tha nëna plot të lodhi dhe pak ironi. "Më ka sjell plot punë pa mbarim. Dhe më në fund vjen motra me një mace në dorë." "Faleminderit Esmeralda që ke porositur ti dhuratën time," tha ajo. Esmeralda i çuditur shikonte macen. Macja mjaullinte në duart e motrës së Esmeraldës, derisa ajo e uli në tokë. Unë e dua," tha Esmeralda. "Po ti ke marrë plot dhurata," i tha motra. "Jo, nuk është e jotja. Unë për ty kam kërkuar biçiklet." Nëna u kthye dhe i tha: "Po shiko dhuratat e tua, moj zemra ime." Esmeralda nisi t'i hapte dhuratat. Ishin nga më të bukurat, por mendja i mbeti tek macja. E mori në dorë dhe filloi të përgëdhelte. Gjyshi, që kishte lexuar letrën e Esmeraldës, nxori shkopin nga dhoma, e ngriti në dorë dhe tha: "Mua baba gjyshi më stolli një shkop." Edhe mami nxori fshesën robot dhe po e programonte të pastronte. "Po ky baba gjyshi, gjysmën e letrës time ka lexuar apo të gjithën?" mendoi Esmeralda. Në kutinë e paketuar kishte plot dhurata për Esmeraldën, një kukull që fliste, një violonçel që ajo e ndërronte, edhe pse nuk dinte të luante, një valizhe të vogël, udhëtimi me Topolinën dhe një kuti që ishte e fundit, ku gjithçka kishte për macen e saj të vogël. Ajo u kthye nga motra me ton kërkues, gati në të qartë dhe i tha: "Macen baba gjyshi e ka sjell për mua sepse më ka sjell edhe dhurata për macen." Motra e vuri macen në duart dhe i tha: "Po unë, a mund të luaj ndonjëherë me të?" "Ne jemi motra, nuk më ke xhan." Esmeralda ju hodh në qaf, e përqafoi dhe i tha: "Bashki kemi edhe lojrat e mia." Ato u shtrënguan fort dhe shkuan në kuzhinë të ndihmonin nënën për të pastruar tavolinën. Ajo mace e vogël, sa një pëllëm, kishte ngrohur zemrat e të gjithëve atë drek Krishtlindjeje. Tani mund t'ja u hap mikrofonat. Shumë e bukur, Alma. Vërtet, e kishte sjell shumë bukur. Më pëlqeu. Okej, për te gabimeve që bën Alma gjithmonë kur lexon, por Të gjithë bën gabime, jo vetëm ti. Unë do të sillja 1-2 video të tjera. Pa thënë se kush i ka sjell sepse ju do ta njihni. Shikoni pak se kam zbukuruar shtëpinë time për vitin e ri. Shikoni pak pemën me këto dritat si yje dhe me topa e kuq, që ngjan shumë veçantë. Shikoni pak baba gjyshin afër pemës, sa i bukur është. Shikoni pak edhe oxhakun. Shtëpia ime ka dalë si në përralla. Kam vendosur edhe këto dhurata të fëmijë poshtë pemës. Dhe me këto dhurata, ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri.
Të luçin doçka sepse atë pemën e vitit të ri kishte bërë aq të bukur, saqë dukej sikur ishte në Baçe. E zën nga Bora. Për te që ti je shumë ekspresive kur flet e dashur Cindy. Bravo Cindy, bravo, shumë bukur. Por kjo nuk ishte video e vetme që Cindy ka sjell apo jo Cindy? Jo, le t'i ndjekim. Patjetër që le t'i ndjekim, po ku janë? Te Kalamaja. Sot unë jam me Noelan, me Elenën, Aurorën dhe Gedi. sot do të lexojmë një tregim nga Urim Mesini. Vogëlushen në natën e ndërrimit të viteve. Ishte nata e fundit e vitit. Bora e bardhë kishte mbuluar gjithçka në tryezën e vogël. Dritat e festave shkëlqenin kudo nëpër rrugë. Sheshe, pemë, dyqane e balkone shtëpish. 4 vogëlushet, Ellen, Raja, Daisy dhe Chloe, dukeshin mjaft të gëzuar sonte. Ato po luajnë bashkarisht rreth pemës së vitit të ri. Sa bukur duket pema jon që gjyshi me nanën kanë bler enkas për ne, dhe Daisy me sytë e saj të kaltër si deti. Po shumë e bukur, thanë vogëlushet një zëri. Sonte është nata e mrekullive. Foli edhe vogëlushen Raja me gëzimin që e kish mbërthyer kjo natë e bekuar. Ellen, si më e madhja për tyre, i pa të gjitha në sy dhe i tha: po si kur të bëjmë një dëshirë të përbashkët sonte në këtë natë të ndërrimit të viteve? Si thoni? Po, tha Raja, mua do të më pëlqente shumë. Sa mirë do të ishte, thanë 2 vogëlushet, Daisy dhe Chloe një zëri. Pas kësaj, ashtu të qeshura, të 4 vogëlushet dolën në obor. Aty, në mes të oborit, kishin vendosur një bredh të vogël me drita shumë gjyshe për të gjithë fëmijët e pallatit. Rreth saj ishin grumbulluar edhe fëmijët e tjerë: Zajan, Iron, Dior dhe Alessia. Ata u përshëndetin në të ftohtin mbi dëborën e bardhë e temperaturat e ulta, por me nxehtësinë dhe gëzimin që u falte kjo natë. Ej, djema! Hajdini të luajmë të gjithë bashkë e të presim ndërrimin e viteve, duke luajtur e duke gëzuar. Tha Raja e vogël me sytë e mëdhenj e të zinj si nata. Të gjithë fëmijët u mblodhen rreth bredhit të zbukuruar me drita. Ato gëzonin, loznin dhe qeshnin të lumtur. Pa pritur, u dëgjuan një zë i butë. Si një tingëllim, note muzikore. Atë qast, pas bredhit, doli një zan me krah të vegjël që shkëlqenin si bora. Kush jeni ju? Pyeti Chloe me sytë e saj të vegjël e të qeshur. Unë jam Zana e vitit të ri. U prezantua Zana dhe shkoi diku që shikoi fëmijët të qeshur dhe të mirë. Ne jemi të gjithë fëmijë të mirë. Ja kthyen fëmijët duke qeshur. Zana buzëqeshi me përgjigjen e çiltër të fëmijëve dhe vazhdoi. Atëherë më thoni, çfarë dëshironi t'ju sjell ky vit i ri? Djemt një zëri kërkuar nga një top për të luajtur futboll. Unë dua një kukull të madhe, tha Alessia. Dua ta kem si motor e të flej çdo natë me të. Kur erdhi radha e 4 vogëlusheve, Raja ju drejtua Zanës. Ne dëshirojmë që të gjithë fëmijët në çdo vend të globit të jenë të gëzuar dhe të lumtur. Të kenë shok për të luajtur, shtoi Ellen, dhe të jenë të buzëqeshur gjithmonë, thanë Daisy dhe Chloe. Zana u gëzua shumë nga dëshira e vogëlusheve. Sa dëshirë e bukur mendoi me vete ajo. Dhe menjëherë tundi shkopin e saj magjik dhe qielli në atë moment u mbush me fishek zjarre plot me ngjyra. Ua, sa bukur! Thirrën fëmijët të gëzuar. Dëshira juaj u plotësua, i tha Zana vogëlusheve.
Mos harroni të jeni gjithmonë të mira. Pa pritur, koha kishte ecur. Ora që afruar 12 e natës. 10 herë u dëgjua ding, ding, dungu. Dungu i numërimit mbrapsht. Dhe viti i ri u shfaq këtë dritë dhe shpresë. Fishekësarët ndezën të gjithë qytetin tonë. Erdhi viti i ri! Thanë gjithë gëzim fëmijët, duke shprehur të gjithë dëshiren për një vit më të mirë. Ata u përqafuan dhe uruan njëri tjetrin. Dhe kështu, me zemra të lumtura, filloi ky vit i ri, plot gëzim, miqësi dhe shpresë. Miropafshim Kalamaja, gëzuar festa! Shikoni Kalamaja. Edhe ti Talma bën gabime. Një bravo madhe për Sindin, për ambientin, për fëmijët, dhe si kishin ndenjur aq urtë. O pra, Bravo Sindi. Faleminderit Sindi. shikoj që Sindi dhe Leandra kanë një të ardhshme të suksesshme. Dhe videot e Sindit nuk kanë mbaruar Kalamaja. A i dini? Le t'i ndjekim. Përshëndetje Kalamaja, unë jam Gedi, do mësoj një vjersh. Viti ri, o viti ri, çfarë dhurate do me sjellësh ti? Do sjell paqe, lumturi në çdo kopsht edhe në çdo shtëpi. Gëzuar vitin e ri. Se shumë urime, jo nuk lodhë dora ime. Shkruaj edhe ti, daj me një dashuri. Mund na i prezantosh Sindi kush janë këto bukuroshat? Kisha vajzat e Dajës dhe 2 motrat e mia, që u bën pjesë. Dhe unë shpresoj që ti të sjellësh edhe në të ardhmen, në 2026 tashmë. Pa. Por edhe Suzana ka sjell video për emisionin ton. Por pas pak do t'i shfaqim. Atëherë Suzana, e di që ti ke diçka tjetër për të lexuar. Kështu që do të dëgjoni me kënaqësi, po më dëgjon? Suzana? Ka mbyll mikrofonin Suzana vet ose? Jo, Suzana ka të hapur mikrofonin, nuk di ç'a bëhet. Jo, tani e kemi. Edhe neve të hapur ta kemi lënë, nuk ta kemi mbyllur se ndryshe ne të dëgjojmë ty. Nuk dëgjova po fliste Alma, në fakt Alma nuk po e dëgjoja, Margarita. Okej, Margarita, ndoshta nuk e di çka ka me mua, po nuk e di çfarë ka Suzana me mua që nuk më dëgjon. Margarita, mund t'i thuash Suzana sepse të dëgjon ty, thuaj të vazhdoj të lexoj materialet e përgatitura. Okej, Suzana, ne të dëgjojmë shumë mirë, mund të vazhdosh me material. Suzana, ti duket të shlarguar fare? Jo, këtu jam, po mundohem që të ta rregulloj. Po vazhdoni me ndonjë diçka tjetër sa të... Okej, Alma, po lexoj unë një vjersh të shkurtër që ka marrë nga interneti, derisa të bëhet gati Suzana. Nostalgji për vitin e ri. Viti i ri atëherë ishte melodi, për ëndrat tona plot dashuri. Bredhin nga mali plak e mbushnin me stoli, për ta zbukuruar të ëmblën shtëpi. Bota sillej rreth meje, unë veç e shikoja. Si një zok i lirë, ëndrat realizoja.
Sot bora e vit i ri më mbushin me nostalgji. Më kujtojnë kohën kur jetova, atëherë kur isha fëmijë. Kjo ishte Alma, një kurtër. Shumë bukur. Atëherë unë po vazhdoj me mbushur pema plot dhurata nga Alma Mehmet. Në një pemë, në një xhak, vjen një dritë pa bërë flak, dhe ca gjornë, ca dhurata, baba gjyshi me flokë të gjata, dhe me mjekër, me mustaqe, vjen me një tes dhe sjell paqe. Gjithë fëmijët në përbot, nuk di pse gjumë nuk kanë sot. Ata presin shpejt të gdhihet. Aroma e babagjyshit ndihet. Karamele, çokolata, sipas letrave. Plot dhurata. Buzëqeshje në çdo shtëpi. Ka ardhur babagjyshi i vitit të ri. Do t'u lexoj edhe një vjersh, me që vjersha edhe kjo titullohet Babagjyshi i vitit të ri. Teta Suzana, Babagjyshi i vitit të ri, me dhurata ngarkuar, shkon në çdo shtëpi të lumturoj çdo fëmijë. Mezi presin fëmijët fundin e vitit, vi babagjyshi hokatar, ho, 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 të sjell dhurata e stoli, dhe një buzëqeshje në çdo shtëpi. Shtëpit zbukuruar, stolisur brenda dhe jashtë, ndriçojnë nga pastërtia dhe hieshia. Mirë se vjen babagjysh me dhurata dhe stoli, pa u lodhur, në çdo shtëpi, lumturon të rritur dhe fëmijë. Vitin e ri me gaze are, së bashku ta festojmë, e plot dhurata stoli, këngë, valle, harmoni. Kjo ishte, da nuk di, po e shikoni? Atëherë vazhdojmë? Neve pam, po ti s'na dëgjon çfarë themi. Dhe unë këtu afër do t'ju prezantoj një çentime të vogël Samuelin. Thuaj një çik përshëndetje. Përshëndetje. Ju përshëndes nga Anglia. Anglia. Gëzuar festat. Gëzuar festat. Gëzuar festat. Gëzuar. Gëzuar festat. Gëzuar festa. Kemi një çik. Më pashi. Do shkosh të luash në Stelën tani? Okej, vaj. Grazie. Me qenë se unë i kam largë dhe jam e malluar për një prit e mi dhe mbesat, një mbes të vetëm që kam, kështu që ndi kënaqësi të jashtëzakonshme kur e kam vërdall në për shtëpi sot. Atëherë vazhdojmë me videot e Suzanës, që na ka sjellë Suzana. Suzana, mund të na i prezantosh pak të kujt nga kanë ardhur këto video? Harruam që Suzana nuk dëgjon. Okej. Edhe tani disa vjersha të bukura për vitin e ri. Kush do filloj parë? Përshëndetje, unë që ndë Ajda edhe sot në më një vjeç. Po për plaka, juve a jeni gati për festa? Po! Po edhe një se nuk të gjova. Po! Hajde filloj vjeshen. Baba t'jemrit në marë doli, që je borë ku do hodhi. E më pas undaj, dhe tha, o pjo, më falë. Pas kisha që të tepër, ku më qitër sot. Pa tjetër, e kështu, mi kërbardhi kësaj herë tjeri erën si berber. Era herdi me gëshërë, që
Diri do të na gjej me këngët e fare. Alma, nuk dëgjohesh. Okej. Kemi edhe na mungon dhe Cindy. Okej. Ti Suzana ne nuk na dëgjon, por na thuaj kush ishte, çfarë shkolli ishte kjo që ke sjell? Këto video që patë dashur fëmijë, janë fëmijët e shkollës shqipe këtu në Filadelfia, Amerikë. Filadelfia është një qytetet e shtetit të Pensilvanisë në Amerikë, dhe këtu kemi një shkollë shqipe, dhe këto 2 video që ju pat janë të fëmijëve të shkollës shqipe, drejtuar nga mësues të mrekullueshëm. Shpresoj që t'ju kemë pëlqyer. Sigurisht që na pëlqyen dhe të falenderojmë që i ke sjell dhe i përgëzojmë që gjuha jon vazhdon të mësohet përtej kufive të Shqipërisë dhe ruhet. Leandra, kishe diçka për të lexuar? Mikrofonin e kemi të mbyllur, Leandra. Okej. Tita Alma, unë tani po të dërgoj një video, po them se po vjen, nuk e di pse s'ka ardhur. Çfarë video ishte? Një video sërish të kopshtit me një organizim tek... Nuk e kuptoj sepse s'po vjen. Okej, nuk është problem, ndoshta vjen më vonë. Unë ndërkohë ke diçka tjetër për të lexuar? Unë po. Si i kalova Krishtlindjet? Krishtlindja është festa që vjen para vitit të ri, dhe kjo fest për mua ka shumë domethënie. Ato i kalova pranë familjarëve të mi, pranë gjyshërve dhe pjesëtarëve të tjerë nga anët e prindërve. Ne u mblodhëm së bashku, drekuam, ndam dhurata me njëri tjetrin, kërcyem dhe u kënaqëm tej mase. Shtëpia që mbushur me hare, gëzim dhe të qeshura pa kufi. Bashkimi të gjithëve na dha një gjallëri të veçantë të kësaj dite dhe më bëri të kuptoj se sa e rëndësishme është familja. Këto Krishtlindje do t'i ruaj gjithnjë në zemrën time si të organizim tjetër familjar. Nga viti 2026, unë uroj të kem sa më shumë arritje. Viti 2025 ishte plot ngjyra, shpresë e dashuri dhe shpresoj që ky vit që vjen të jetë po ashtu. Me ngjyra, shpresë, dashuri, harmoni e gëzim. Ashtu shpresojmë edhe ne të gjithë bashkë. Cindy, po ti kishe diçka tjetër për të shtuar? Po, dhe unë do të lexoj një tregim nga Marcello Argjili. Titullohet Letra i babagjyshit. Sofia po e priste me paturim natën e vitit të ri. Ajo gëzoi për çdo ditë dhjetori që kalonte. Shite në kalendar se po afrohej nata e shumë pritur, por gëzimi i saj nuk ishte i plot.
sepse shokët dhe shoqet e klasës e tallnin, i thoshin që babagjyshi i vitit të ri nuk ekzistonte. Thjesht ishte një shpikje nga të rriturit që vetëm fëmijët e vegjël mund ta besonin. Kur kthehej nga shkolla, Sofia fliste me Tilin, leporushin e saj prit pelushi. Ata kuptoheshin shumë mirë me njëri tjetrin. O Tili, më mirë mos të kisha thënë se babagjyshi ekzistonte, fliste përgjumësh Sofia. Ndërkohë, në mes të natës, kur e gjithë shtëpia flinte, vetëm Tile ishte i zgjuar. Ai po shkruante një letër urgjente babagjyshit të vitit të ri. Tili i lutej atij që t'i jepte një shenjë Sofisë që ai ekzistonte. Në atë çast, Razilja dhe fap u shfaq postieri. Ai mbante në dorë një letër që i drejtohej Sofisë dhe lepurushit. Postieri ju lut të dyve që të nënshkruanin në bllokun e tij për të treguar se e kishin marrë letrën. Sa me qef e vuri në nënshkrimin Sofia. Ndërsa lepurushi uli kokën se nuk dinte të nënshkruante, Sofia i tregoi se si mund ta bënte nënshkrimin duke futur butrën në bojë. Sa e bukur doli firma e Tilit. Pastaj të dy ulën pranë gjakut dhe Sofia filloi të lexonte letrën. Të dashur vogëlush, unë do të ekzistoj gjithmonë, përderisa fëmijët e botës do të besojnë tek unë. Ndoshta është vështirë ta kuptoni, por nëse vërtet besoni në diçka, ajo mund të bëhet e vërtet. Çdo vit, natën e vitit të ri, unë udhëtoj dhe shkoj te të gjithë ata fëmijë që besojnë tek unë. Së shpejti do vi edhe tek ju, bashkë me dhuratat. Me dashuri, babagjyshi i vitit të ri. Oh, pas kam qenë në ëndër, tha Sofia, duke fërkuar syt. Po në çast, u ngrit hop nga shtrati dhe leporushin në dorë vrapoi në dhomën e ndenjës, ku ishte bredhi. Atje gjeti vërtet dhuratën e babagjyshit. E puthi Tilin fort nga gëzimi. Faleminderit dhe ky ishte tregimi. Të falenderojmë, Cindy, të falenderojmë edhe shkrimtarin që e ka shkruar. Paula, je shumë e heshtur, Paula. Jam po kënaqem duke dëgjuar tregimet dhe videot që keni sjellë, janë shumë të bukura. Do të shtoj diçka tjetër? Nëse mund të shtoja ndonjë gjë për mbyllje, duke qenë se është edhe punata e fundit. Atëhere, përpara se të mbyllim, un kam videon e fundit që do ta shfaq. Okay. Ho, ho, ho! E ngjej gëzimin tuaj. Kam daluar në çdo shtëpi me dhurata dhe përqafime, por një dashuri e veçantë do të qëndrojë në studion tuaj për shikuesit, panelistët dhe ty, Alma Mehmeti. Elvët këtu thonë që programi juaj sjell art të ëmbël për fëmijët. Gëzuar dhe suksese për çdo ëndër që realizoni, me shumë dashuri. Po, unë kam edhe një video të fundit, por pasi të vazhdosh e dashur. Mund të vazhdosh. Okay. Duke qenë se është edhe puntat, kjo është si një diçka në formë mesazhi apo si mbyllje. Hey, përshëndetje Kalamaja. Po na po më dëgjoni? Po dëgjojmë edhe Kalamajat. Okej. Mund të vazhdosh. Vendos videon edhe në fund, pastaj kur të bëjmë mbylljen mund të flas, nuk është problem. Patjetër, thjesht duhet të merja pak kohë. Je gati të flasun?
Paula, po mund të flasësh e dashur sepse kam mbyllur mikrofonin dhe ti nuk më dëgjon. Dëgjoj. Tani unë jam pak xheloze që ai babagjyshi përmendi vetëm emrin tënd. Si i bëhet? Të lutem, e ke korruptuar? Alma, mbyll mikrofonin, Alma, nuk dëgjohesh. Paula, pak fare. Pak fare? Me qenë se unë i kisha shkruar një tregim jashtëzakonisht të bukur dhe ai më falenderoi në këtë mënyrë. Si thonin kalamajat atëre, do kalosh nga lagja ime, ti do kalosh pastaj. Okej, Alma, atëre do vendosësh videon apo të them dy fjalë të fundit? Kemi kohë ta vendosësh videon edhe të bëj një mbyllje, një mesazh. Ti harroj unë deri pastaj. Nuk e dëgjoj unë Almën. Ajo besoj se dikush tjetër ka për të shtuar diçka sepse po bëj vështirësi me videon. Mund të lexoj unë të kartë një tregim? Patjetër, ne kemi dhe mesazhet, i harruam mesazhet sot. Po. Cindy, mund të vazhdoj mesazhet. Hajdar Akus, suksese Alma, të falenderojmë. Andi Murati, shumë bukur, vim të këndshëm të emisionit. Falenderit. Luljeta Gjuzeli, sa bukur, gëzuar festat, kalofshi, sa më bukur. Aliko Veraj, na dërgon një yll, ju falenderojmë. Teuta Sadiku, gëzuar fëmijë, shëndet e mbarësi, kudo ju uroj. Gëzuar teta Teuta. Elida Karaj Skenderi, urime për këtë emision kaq të bukur. Urime panelit, urime Leandra. Të falenderojmë. Teta Shqiponja Panajoti, ju përshëndes me shumë dashuri, më mungoni dhe ju dua shumë. Alma e palodhur dhe e apasionuar mbas fjalës së bukur e sidomos për emisionin për fëmijët. Ju përshëndes të gjithëve, ju që jeni në panel. Të përshëndesim teta Shqiponja dhe ne na ke munguar. Endrit Shtylla, mirëmbrëma miket e mia të mira, Alma, Marki e Suzana. Urimet më të përzemërta për këtë emision kaq të bukur e plot vlerë që na mbushin shpirtin me buzëqeshje. Të falenderojmë. Kopshti Baby Boom, gëzuar, shumë bukur. Gëzuar. Anjeza Dine, urime, shumë emision i bukur, shumë suksese. Ju falenderojmë. Eda Miri, ju përshëndes e ju uroj çdo të mirë. Almë, Zoti t'i shtoft gëzimet që gëzon botën fëminore. Urime e gëzuar 2026. Të falenderojmë. Gëzuar. Nevila Dine, drita e tezës Zankeli. Falenderit. Denada Petroqe, suksese për emisionin dhe për përkushtimin. Të falenderojmë. Albina Begotaraj, bravo Alma e dashur për mirësinë që përcjell të fëmijët dhe të rriturit. Shumë bukur, urime dhe një vit i mbar në të gjitha drejtimet. Të falenderojmë dhe një vit i mbar edhe për ju. Hajdar Akus, të shikoj është shumë e vlefshme dhe domethënëse për mua. Të përshëndes. Dhe ne të përshëndesim. Dudjana Lela, është bukur kur emisioni i një të rrituri të jetë buzëqeshje shpirti për të veçlit. Suksese Alma së bashku me fëmijët dhe pjesëmarrësit e tjera të këtij emisioni të gëzueshëm për fëmijë. Të falenderojmë teta Dudjana. Endrit Shtylla, është kënaqësi t'ju ndjek në këtë emision që na jep kaq shumë emocion, plot me ngjyra të ngrohta e të ëmbla, shpirti të kësaj bote të diellt si ajo e fëmijëve. Ju uroj juve e të gjithë fëmijëve një vit sa më të bardhë, të paqët e plot me mbarësi. Të falenderojmë edhe ne të urojmë gëzuar një vit sa më të mbar.
Falenderojmë të gjithë ata që na ndjekin, që bëjnë pjesëmarrës të emisionit tonë me mesazhet e tyre. Dhe unë do të shfaqja videon e fundit. Ku e kemi Leandrën? Përshëndetje Kalamaja të emisionit Në botën e fëmijëve. Më mbani mend mua dhe Rianin. Kujtojni ndonjë cik për neve. Erdhëm të urojmë Krishtlindjet dhe vitin e ri emisionit Në botën e fëmijëve dhe të gjithë vogëlushëve anë mban botës, që bashk ne të gëzojmë një vit të lumtur, pa trazira, pa probleme, pa luftë, me paqe, gëzim në sy dhe dashuri në zemrat e secilit prej jush. Uroj që t'ju plotësohen dëshirat që ju keni shkruar në letrën e babagjyshit, që unë ju kam dëgjuar se sa shumë kërkesa të bukura, fëminore, plot me jetë, shpresë dhe dashuri keni bërë për secilin prej zemrave tuaja, familjeve tuaja dhe çdo kujt që ju ka rritur me aq dashuri, që janë prindrit tuaj, gjyshërit tuaj të mrekullueshëm. Një falënderim i jashtëzakonshëm për teta Almën dhe për të gjithë tetat të cilët janë bashkuar këtij emisioni, por pa lënë më njanë fëmijët e mrekullueshëm, të cilët e kanë bërë këtë emision që të jetë kaq i veçantë. Unë këtu jam me një vogëlush. Ky vogëlushi quhet Rian Shehaj. Riani ka qenë gjithmonë prezent në këtë emision dhe na ka sjell nga një poezi, nga një vjersh, nga një gëzim dhe lumturi, nga një buzëqeshje dhe nga një urim për të gjithë ju. Dhe sot ai ka sjell një vjersh për t'ju përshëndetur. Riani, cila është vjersha që të sjellësh për emisionin Në botën e fëmijëve? Është vitit të ri. Vjersha e vitit të ri, ta ndjekim së bashku dhe në fund ta duartrokasim Rianin dhe mësuesen që ja ka mësuar timin. Të fillojmë me interpretimin e Rianit. Si thoni, ju ka marrë malli. Hajde Riani, të dëgjojmë. Erdhi dimri në qytet, baba di po troket, shumë vura ta na kanë sjellur vitin blak për ta përcjell. Që në kënga e vitit të ri, në çdo rrugë, në çdo shtëpi, gota kujca krojmë, njëri tjetrin e urojmë. Gëzuar të dashur fëmijë, bëj gëzuar janë fëmijëve, gëzuar, përshëndetje teta Almën. Teta Alma, gëzuar të gjithë fëmijët, gëzuar të gjithë teta, teta Margarita, teta Suzana, teta Shqiponja. Këtë tjetër kemi harruar? Të gjithë tetat që e duan këtë emision dhe që ndihmojnë që ky emision të rritet gjithnjë e më shumë. Pra tani në fund s'ka zëmoza. Jo, çuditërisht jo. Po na kishte munguar zëri Mozës, zëri fëminor. Po pra. E falenderoj Mozën që her pas here na sjell vjen në mënyrën e saj me videot përshëndetëse. E përshëndesim. Në fakt, ne sot e kemi zgjatur një orë e gjysmë emisionin dhe është veç se kënaqësi, sepse do të thotë që shkrimtarët shkruajnë për festat. Fëmijët me videot e tyre kanë qenë pjesëmarrës. Ne panelistët gjithashtu vime materialet tona dhe kjo është vetëm një diçka pozitive. Po Suzana, tani. Para se mund të bëjmë mbylljen finale, unë do kisha dëshirë që të dëgjoja nga të gjithë ju një përshëndetje. Kemi harruar të hiqim teta Mozën, duket që na ka munguar. Po pra. Përshëndetje teta Moza. Suzana, ti mund të flasësh se ne të dëgjojmë gjithkohës, pavarësisht se ti s'na dëgjone. Nuk di çfarë është, por të na falin për ndonjë
Tani teknika ndoshta është nga ana ime këtej, nuk e di. Pa Por problem. unë si ndin e dëgjoj mirë, nejse. Tani doni që të flasun e para? Patjetër. Atëherë, të dashur fëmijë, familjarët tuaj, kushdo që na dëgjon, juve paneli mrekullueshëm, ju uroj me zemër shëndet, mbarësi, suksese në shkollë dhe në punë, kudo ku jeni. Dhe miru takofshim në vitin e ri 2026. Faleminderit Suzana. Paula, do vendosësh ta bësh urimin? Se haroj. Atëherë, unë mendoj se viti i ri është si një fletë e bardhë, ku të gjithë kemi mundësinë atë të vizatojmë imazhin më të mirë dhe versionin më të mirë të vetes tonë, të rrisim natyrisht ndërgjegjësimin, them, guximin, mirësinë, dashurinë, sepse kjo botë ka vërtet nevojë për shumë dashuri, të mësojmë natyrisht nga gabimet tona, të ndajmë gëzimet me të tjerët, edhe patjetër të jemi më të dashur edhe më të butë me njerëzit, sepse mendoj se mirësia nuk është dekor, është themel, dhe nuk ka rëndësi se sa rrugë të gjatë bëjmë apo sa suksese mbledhim gjatë rrugës. Mendoj se sa njerëz të mirë qëndruam gjatë gjithë këtij. Pohemi një të rritur. Paula, ti gjithmonë sjell mesazhe jo vetëm edukuese, por frymëzuese. Faleminderit. Jo, je vërtet edhe ti një yll në qiellin e errët të natës dhe shkëlqen, ato fjalët e tua shkëlqen jashtëzakonisht shumë. Sepse i bën një zgjedhje jashtëzakonisht të bukur. Dhe ne të falenderojmë që ke qenë dhe që do jesh këtu me ne. Dhe tani do dëgjoja urimin e Margaritës që ka për fëmijët dhe të gjithë ata që bëhen pjesë të emisionit tonë. Po, Margarita. Atëherë, Alma, unë së pari doja të falenderoja ty që më ke bërë pjesë të emisionit, të ndihem si fëmijë këtu. Të gjithë panelistët që kanë qenë në emision, të gjithë dëgjuesit, komentuesit që na kanë ndjekur, sepse ata janë një mbështetje shumë e rëndësishme për ne dhe për emisionin. Unë do të uroja që viti që vjen të jetë i mbar, të ketë sa më shumë lajme të mira, të gëzuara, të ketë fëmijë të buzëqeshur, të falim sa më shumë dashuri njëri tjetrit, të falim ngrohtësi, dhe shumë suksese për gjithë fëmijët. Uroj që sezonin tjetër, vitin tjetër, të kemi një emision akoma më të bukur me ngjyra dhe me plot dashuri. Gëzuar të gjithëve fëmijëve dhe të rritërve kudo ku janë. Të falenderoj Margarita dhe unë shpresoj që muza jote të jetë gjithsa më shumë e frymëzuar për emisionin dhe për fëmijët. Pastaj për të tjerat. Shpresoj shumë edhe unë edhe emisionin për fëmijë e dua dhe nuk do t'i ndajmë. Se këtu ndihem si në shtëpinë time, si në fëmijërinë time kur isha vogël. Të falenderoj Landra, hape mikrofonin dhe radha për ty e dashur. Atëherë, gëzuar të gjithë vitin 2026, qoftë një vit sa më i begat, paçi sa më shumë lumturi, shëndet. Shëndet dhe varësi. Nga zemra ime e vogël, ju përshëndes të gjithëve, gëzuar vitin e ri 2026.
Të falenderojmë me dashur, të falenderojmë Lepurush e vogël dhe shpresojmë që ti do bësh pjesë e emisionit ton, të vish me motra. Pa. Cindy, Ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri 2026, qoftë një vit sa më i bukur. faleminderit dhe unë ju uroj sidomos ju brezit të ri që të jeni ju jeni të mrekullueshme, por që të jeni të shkëlqeni akoma më tepër në 2026 në çdo fushë. Tani është rralla që të bëj unë urimet. Dhe me qenë se babagjyshi më mbajti pak sa me hatër, duhet në një farë mënyrë që unë ta shpërblej këtë, apo jo, Paula? Të dashur fëmijë, prindër dhe miq që na ndoqët sot. Ju falenderojmë nga zemra që ishit me ne në këtë udhëtim plot magji, buzëqeshje dhe gëzim festash. Në një udhëtim prej 52 javësh, por ju tashmë e dini që ky emision ka hedhur rrënjët e tij dhe ka marrë formë në një periudhë më të gjatë kohor, dhe unë jam e lumtur që për këtë, sepse jam bashk në këtë emision fëmijësh, jam rritur dhe unë dhe shpesh herë jam kthyer fëmijë i llastuar në interpretimet e mia. Një falënderim i veçantë i shkon për pjesëmarrësit tanë në panel, të cilët me fjalët, ide dhe energjitë e tyre e bën këtë emision edhe më të bukur, edhe më të pasur. Dhe unë nuk do lodhem kurrë duke i falenderuar dhe listuar në emisionin e fundit të këtij viti, duke filluar nga Shqiponja Panajoti, Teuta Sadiku, Margarita, Cindy, Suzana, Leandra, Casey, Teuta Shashiri, Mimoza Idhoni, Geraldo, që kemi pasur dikur, Samuelin, Paula që është e rreshtuar në krahun ton bashkë me vajzat e saj dhe kërkoj ndjes nëse kam harruar. Mimoza Hoxha Agastra. Po prisni më i çupa, prisni. Por një falenderim më i madh akoma i shkon Mimoza Hoxha Agastra, ku këtë udhëtim e nisëm së bashku dhe themeluam këtë shtëpisë të vogël ëndrash dhe magjish. Unë i kam shkruar sepse unë harroj gjithçka nëse jo. Por një falenderim plot dashuri ju shkon shkrimtarëve tanë që me penën e tyre magjike zgjuan ëndrat e fëmijëve, sollën mesazhe të bukura dhe emocione që prekën zemrat e fëmijëve dhe të gjithë ne në dëgjim. Ju falenderit që me talentin tuaj i dhat zë imagjinatës dhe magjisë së festave në këtë dhjetor, duke falenderuar Rifat Ismailin, Elmaz Qeretin, Pilo Zybën, Agim Bajramin, Uri Mezinin, Monda Mitaj, Evieni, Bujana Malaj, Mimoza Osmani dhe shumë të tjerë që hera herës janë bërë pjesëmarrës në emisionin ton, por edhe panelistëve që sjellin krijimtaritë e tyre. Vazhdoj të kërkoj ndjes nëse kam harruar dikë në këtë moment, përfshir nga emocionet dhe me qenë se ju më korrigjuat para kohe, mund të vazhdoni. Filozyva. Tham. E thatë për filon, po. Po, patjetër. Dhe mbi të gjitha faleminderit ju, ndjekës të dashur që na lejoni të jemi pjesë e botës suaj dhe të ndajmë së bashku gëzimin e fëmijërisë, dhuratave dhe shpresës për një vit të ri më të bukur. Në emisionin në botën e fëmijëve ju urojmë festat nga emisioni në botën e fëmijëve ju urojmë festa të gëzuara, zemra plot dashuri dhe një vit të ri të mbushur me ëndra që bëhen realitet. Mirupafshim në vitin e ri 2026 dhe deri në takimin ton të ardhshëm, ju urojmë gëzuar sepse përpara kemi ndërrimin e viteve ku magjia vazhdon të ndriçojë zemrat e çdo njërit prej nesh. Dhe unë shpresoj që natën e fundit të ri do kem një video urimi nga secila për jush për t'ja dedikuar ndjekësve të këtij emisioni. Ju falenderoj dhe miru takofshim në emisionin e ardhshëm.
gëzuar dhe vitimbar. Një vit mbar. Gëzuar. Kur e djela vjen për alla qikojnë ne në divan në gjen si zogjq në fole në botën e fëmijëve rrethuar plot magji ku zërat kumbojnë talent dhe dashuri të veçë të mëdhenj të gjithë jemi fëmijë ora e për allave na sjell veç nostalgji gjyshërit në prehër na ulin dhe tregojnë për alla që dikur nga gjyshërit kujtojnë. Jene djela vjen dimër dhe behar dhe busqeshje sjell si drurë